kërkuar 2 ankesat, 2 kanë të bëjnë me 2 deputet individual nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët kanë kërkuar rinumërim, por kanë kërkuar rinumërim të votave brenda partisë. Kanë vjedh brenda për brenda? Brenda partisë, po du këtë që kanë vjedh, me qëllim apo qëllim na nuk e dim, por ka dyshime. Kësaj Bekim Haxhiu ka kërkuar rinumërim sepse po thotë që në kuadër të rinumërimit që ndodhen 185 vend votime që KQZ-ja i rinumëroi gjatë këtyre ditëve, e ka vërejtur që ka ndryshim të votave. Ai ka thënë që ka ndryshim diku për 6 vota është dëmtu, prandaj ka kërkuar rinumërim total të votave të subjektit të tij në krejt Kosovën, për faktin që edhe është dikon rreth 102 vota me diferencë me kandidatin tjetër që ka fitu ulse, sepse në këtë situatë Bekim Haxhiu nuk ka arritur të sigurojë ulsen e deputetit, por është Rostem Mustafa Remi në pozicionin e fundit në listën e PDK që në inkuadruan si kandidat, e veç 102 vota është më lart Remi ka shi Bekim Haxhiut, prandaj këtë po dyshon që mundet me e rikthy ndonjë vot për shkak të këtij rinumërimi që ka ndodhur për 185 vendvotime apo rreth 7% të krejt vendvotimeve dhe është rritur për 6 vota. Tashti i mbetet PZAP-s me vlerësum brenda 3 ditë ka afat. PZAP-ja dje në diellën është mbyllur afati për ankesa, pas 3 ditë mundet me vendos për rinumërim apo jo ose në një kërkesë tjetër. Pas kësajna me pas kandidatët ose gjithë ata ose subjektet politike kanë mundësi që të ankohen edhe në Gjykatën Supreme nëse PZAP-ja nuk ja vlerëson. Gjykata Supreme më pas i ka 5 ditë. Domethënë çtash i kena 3 ditë PZAP-ja me vlerësu ankesat, nëse shkohet në rinumërim ose jo, nëse jo, atëherë munden me anku njerëzit në Gjykatën Supreme. Gjykata Supreme i ka 5 ditë, kësaj i bjen dikon rreth 8 ditë. E pas kësajna, nëse Gjykata Supreme nuk vendos për ndonjë rinumërim, atëherë i hapet rruga edhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për me vazhdu me shpallë rezultatet përfundimtare. Jo, në momentin kur shpallën rezultatet përfundimtare, prap i kanë dikon zdi pak orë, 2 ditë, këtë subjektet, qofshin kandidatët, qofshin partitë me u anku në rezultatin përfundimtar, dhe nëse s'ka ndonjë farë ankese ose nuk shërtohet ndonjë ankesë serioze, atëherë vazhdohet edhe me certifikimin, kështu po besoj mrena 10 ditën ashta bëhet certifikim.